punëtori i pianec nuk do të bëhet i pasur. E kush përbuz gjërat e vogla, për së shpejti do të bëhet i varfër. Vera e gratë i prishin edhe të mençurit. Sharron ai që bashkohet me lajre, mehet prona e kalpsisë e krimbave. Mendja e madhe e zeza e të Zot. Resitet prej të gjallëve jeta e tij dhe do të përmendet si shembull bindës. Kush beson shpejt është mendje lehtë dhe i mangët. Ai që e dëmton jetën e vet, kush do të jetë i pa dëmshëm. Kush kënaqet në të keqe, do të ndëshkohet. Kush e urren qortimin, shkurton jetën. Kush urren fjalëmaninë, zhduket pa ullësinë. Kur mos e përsërit fjalën e keqe e të rëndë, e me siguri nuk do të kesh fare dëm. Mos fol për mik as për amik, e nëse e di fajin mos e zbulo, sepse do të dëgjoj e do të ruhet, e për të mbrojtur fajin do të urrej. Dëgjove ndonjë fjalë për të afërmin, ruaj në vetvete, sepse nuk do të bëj të pëlqasësh. Kur dëgjon diçka të marrin e të kapin llimbat, si llimbat e lindjes së fëmijës. Shigjet e ngulur në kafshën e njeriut është fjala në zemrën e të marrit. Pyet mikun, a mos e ke bërë të keqen? E ai do të thotë se kam bërë ose nuk e ka bërë. Porosit të mos vazhdoj. Pyet e të afërmin, a mos ka thënë, e nëse e ka thënë, këshilloje të mos e përsërit. Pyet e mikun, sepse shpesh janë shpifje, e mos i beso secilës fjalë. Njeriut shpesh mund t'i shpëtoj ndonjë fjalë pa qëllim të keq. E kush është që nuk gabon në ndonjë fjalë? Pyet e të afërmin para se të kërcënohesh. Lëri vend ligjit të i lartit. Urtia e vërtetë dhe e rrëmë. E tërë urtia qëndron në frikën e hyjit. Në të është kryesor të duhet hyj. Në të gjithë urtin qëndron nderimi i ligjit. Nuk është urti dija e të keqes. E s'është mençuri këshilli i mëkateve. Ka mendje mpresi që është e urrejshme. Ka të marrë që i mungon vetëm urtia. Me i mirë është njeriu me dije të vogël, por plot me frikë të Zotit. Si njeriu plot dije që e shkel ligjin e të Zot. Ka mendje mpresi të hollë e megjithatë të pa drejtë. Përdor drejtëli për të qitur veten në drejtë. Ka asysh që shiten të ndryllur e të përngrirë, e brendësia e tyre është plot drejtëli. Ka edhe të tillë që përkulen shumë, kinse prej përvojë të ri së madhe, me fytyrë për leje, veshët i shtjen në lesh, po se burë e re, të sulmon në mohë. Nëse s'bën keq, por pse i mungon forca për të bërë keq. Kur të gjej rastin, se le pa bërë keq. Nga duka e jashtme njihet njeriu. Nga pamja e fytyrës njihet njeriu i arsyeshëm.
petku I njeriut, qeshja e dhëmbëve e të ecurit e njeriut tregojnë se kush është të heshturit e të folurit. Ka qortim që nuk është I përshtatshëm, ka edhe gjas që vërtetohet se është e mirë. Ka kush kalon në heshtje e ai është I matur.